Vlen të kujtohet se Ngushtica, një nga kartat më të forta të Iranit, u mbyll si përgjigje ndaj një agresionit paligjshëm, thot Kanç. Lufta nuk filloi sepse Ngushtica u mbyll. Përkundrazi, ajo u mbyll për shkak të luftës. Kjo shpjegon pse shumë vende kanë refuzuar thirrjen e Trumpit për t'u bashkuar në ato që shihet si lufta e Netanyahut. Përpjekja për siguruar ngushticën e Hormuzit dhe synimi i dukshëm i Izraelit për ta përshkallëzuar konfliktin zbulojnë varësinë e thellë të SBA-s nga strategjia izraelite dhe një boshllëk të madh në politikën amerikane. Si në Irak, agenda izraelite për destabilizim rajonal merr përparësi ndaj interesave kombëtare të SBA-s. Në këtë rast, qëllimi i Izraelit nuk është vetëm të çmontojë kapacitetet bërthamore të Iranit, por ta neutralizojë atë si rival potencial, duke shkatruar kapacitetet e tij shkencore dhe teknike dhe duke fragmentuar në një shtet të dështuar. Në fund, objektivat e papajtueshme të Izraelit dhe SBA-s do të përplasen. Ashtu si George Bushi në Irak, Trumpi mund ta kuptojë shumë vonë se është tërhequr në një luftë që nuk e ka kuptuar kurrë plotësisht, duke lënë Amerikën të paguajë çmimin për një tjetër projekt shtet ndërtimi në një vend, shkatrimi i cilit ishte pjesë e një agjende të fshehtë izraelite, shkruan në analizën e tij publicisti Jamal Kanç.